Ndahen Klea dhe Elgiti, fatmirësisht e pavërtet. Me një shpejtësi të jashtëzakonshme, mori sot dhe në portale lajmi i ndarjes së Klea Hutës dhe Elgit Dodës. Shkas për këtë u konsiderua mungesa e fotografive në rrjetet sociale dhe disa postime pjesë të këngëve të Elgitit që si përshkrime u interpretua në fakt si një mesazh. E kontaktuar nga Priveba Liberta Spahiu, Klea nuk ngurroi të tregojë të vërtetën, me që me gjas pavarësisht sasisë së lajmeve dhe mediave që u morën me këtë gjë, nuk e kishte pyetur askush. Ajo mohoi gjithçka nga raportimet, duke u shprehur: "Me qenë se po më pyet, po të them që nuk ka asgjë të vërtetë në ato lajme. Jemi më të lumtur se kurrë." Historia e tyre dashurisë nisi vite më parë duke i bërë ndër çiftet më të pëlqyer të botës së të famshmëve shqiptarë. Klea dhe Elgiti, dashurinë e tyre kurorëzua në vitin 2023 me rastin e ditëlindjes së djalit të tyre, Kridit, në një ceremoni përkundërse private me shumë të ftuar edhe nga sfera e artit dhe vipave të ekranit. Gjeneta prishet me shoqen e Bigut gati për një rol në serial. E vërtet, makineria e prodhimit të lajmeve Gjeneta Fetahu nuk pushon së pasuri risi. Megjithatë, dy prej tyre kanë kaluar me më pak zhurmë, por jo pa i shpëtuar syrit të Priveba Liberta Spahiu. Burimet tona bëjnë të ditur se Gjenetën shumë shpejt do ta shohim në një dimenzion të ri, pjesë të një seriali shqiptar me një rol të caktuar. Kjo do të hapë një horizont të ri të saj, duke sjellë Gjenetën në rolin e aktorës. Por ky zhvillim nuk është erisia e vetme e Gjenkit. Ajo ka mbyllur një raport nga Big Brother dhe gjeni pak se me kë, fjala është për Drenushën. Nga një vëzhgim bazik në rrjetet sociale, shihet që ato nuk e ndjekin më njëra tjetrën, sinjal ky i qartë i hatërmbetjes. Cilës nga cilës i ngeli hatri, do zbulojmë patjetër dhe do t'ju themi ndërkohë për se mori fund shoqëria e dy vajzave të Big Brother VIP Kosova 3. Nur Al-Kazal operon hundën për herë të dytë. E vërtet. Banorja e ferma VIP 2 Nur Al-Kazal përmes rrjeteve sociale së fundmi u shfaq me shoqen e saj të ngushtë në Dubai për pushime. Megjithatë gjërat nuk kanë shkuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Kjo pasi Nur ka pësuar një lëndim në hund që i kanë nxjerrë asaj të tjera komplikime. Priveba Liberta Spahiu mëson si është dashur të shtrihet në spital për të bërë hundën operacion për herë të dytë, kohë pasi u nënshtrua kësaj ndërhyrje për efekt estetik. Ajo do të qëndrojë shtrirë në spital për disa ditë deri në rikuperimin e plotë. Përmes rrjeteve sociale, ku nuk ka treguar shkakun pse është shtrirë në spital, buqeta me lule i kanë ardhur nga familjarët e saj. Po Dionisi, a do veproj njëjtë si në ferma VIP? Edhe nëse do të dërgoj lule, e sigurt është që në spital ato s'mund t'i hedhin nga helikopteri kësaj radhe. Të shkuara Nur. Ndahen Loredana dhe Jozi. E vërtet. Kur jemi të ndarjet, një e tillë ka ndodhur me të vërtet. Bëhet fjalë për Jozin dhe Loredanën që i kanë dhënë fund raportit të përbashkët. Me shumë gjas sipas burimeve të afërta pranë tyre, kjo nuk është hatërmbetje e momentit. Arsyet janë plus minus të njëjtat me situatat në të cilat jemi parë çiftin brenda Big Brotherit, ku kryesisht Jozi kohë pas kohe bën televizje hapa prapa në raport me Loredanën. Bëhet fjalë për mos përputhje në mentalitet që ka shkaktuar mos pajtimin në qift. Thuhet se Jozi ka pasur diskutime me Loredanën që e kanë sjellë kristin në lidhje. Pavarësisht se shumë e lidhen me projektin e fundit muzikor të tij, duke menduar ngjarjen si një sajes për më shumë zhurmë, e vërteta është se ka ndarje të tyre. A besoni që do pajtohen sërish? Koha dëshmon më së miri gjithçka, përfshirë edhe këtë detaj.